I kena mledh laknat, po është dëllëm të baqja, edhe i prejtëm që të lakna për langë rasaj, do me thonë. Nga që si familje konsumej shumë langin rasaj, edhe si që qujmë nga katonarë shumë i laqi më i mirë për shnetin, po në faktikisht ka dalë edhe shkencërisht që langi i laknave është shumë i mirë, pasi që ka hekur e këto ku di gjonë se jam mjekon për atë pjesë, por kjo është procesi i futjes langit rasaj, i cili janë shumë i thjeshtë, i pret laknat në baqe, vën këtu i pastron mirë, edhe i qad me teslicë këtu, ose me thajkë, po me teslicë, se mrapa duhet me fut edhe një të lame se Allah që janë bon pak si pis, i fut të vozi, e mush plot vozin, e mush me ujë, edhe i len për 3 javë, do me thonë, 21 ditë. Mrapa nëse regull, në fakt i thonë ana me të qajit, e marim ujnë këne edhe e përzim, për me përzijë, thonë kështu, e le edhe 3 ditë edhe vazhdon me pi langën rasaj. E ne do të vazhdojmë mushjen e vozit 4, do me thana, se i bëjnë kështu i mushi 2 në fillim, sosi njanin e mushi fillet e pite tjetri që tash i ka ardhur rradhat 4-tit.